Ndonse përjetësisht e vendosur në bregun e një plazhi të mrekullueshëm natyror, komuna e Ishmit qeli për herë të parë këtë vit një sezon turistik. Gjatë viteve të diktaturës, zona e Gjirit të Lalzit, vetëm 20 km nga autostrada Tiranë-Durrës, u rrethua me tela dhe me gjemba si një zonë ushtarake dhe aty nuk shkeli kur asnjë civil për disa dekada, ndërsa tani rruga e re përballon disa mirë automjete turistësh shqiptar dhe të huaj, që sapo kanë zbuluar një zonë turistike tërësisht të paprekur dhe me disa investime të kujdesshme në hoteleri dhe restorante. Është sezoni i parë që ne çelim në Gjirin e Lalzit, sezoni i parë turistik, pasi dikur Gjiri i Lalzit ka qenë një zonë e ndaluar, e rrethuar me tela dhe me bunkera. Por erdhi dhe dita që Gjiri i Lalzit t'i kthehet pushuesve shqiptar, vendas dhe të huaj, dhe t'i jetë një vend pushimi dhe kënaqësie për të gjithë qytetarët. Komuna është kujdesur për të ndërtuar fusha volejbolli, basketbolli dhe futbolli dhe ka mbrojtur gjelbërimin natyral me disa hektar pyje me pisha, duke pasuruar madje edhe me mbjellje të reja. Rruga që e lidh me autostradën u ndërtua një vit më parë, duke i dhënë një frymarrje të madhe një zone të paralizuar nga ndërtimet ushtarake për disa dekada gjatë luftës së ftohtë. Kryetari i komunës, Gëzim Ylli, thotë se investimet e kryera në këtë zonë dikur të ndaluar ushtarake po dyfishojnë numrin e turistëve nga njëri vit në tjetrin dhe banorët po punësohen gradualisht të gjithë në shërbime turistike. Këtë vit presim dyfishimin e këtyre pushuesve. Pra, edhe në bazë kësaj prurje të madhe që ne do kemi marrë edhe masat përkatëse, domethënë që në drejtim të mbajtjes së ambientit të pastër, në drejtim të rendit dhe të qetësisë, në drejtim të shëndetësisë, në drejtim të edhe të disa rojeve bregdetare. Nuk mund të flasim për roje bregdetare profesionale, amatore, por gjithsesi domethënë si fillim do jemi sa më pranë pushuesve që ato të kalojnë pushime sa më të qeta dhe të këndshme. Krahas vlerave bregdetare, Ishmi është edhe një zonë e njohur historike dhe arkeologjike me kështjella dhe zbulime antike dhe turistët mund të kryejnë këtu edhe vizita interesante. Komuna e Ishmit përfshin gati gjysmën e vijës bregdetare të qarkut të Durrësit, me një territor prej 95 km2 dhe vija bregdetare e Ishmit përfshin edhe kepin e Rodonit, një tjetër perle natyrës shqiptare. Sipas statistikave të komunës, gjatë verës së kaluar në këtë plazh mbritën për herë të parë mesatarisht 7.000 pushues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Franca dhe Italia dhe këtë vit pritet dyfishimi i tyre. Në hapësirën në bregdetare po zbatohen një sër projektesh për ndërtimin e fshatrave turistik. Restorantet e plazhit jo vetëm po punësojnë qindra të rinj të zonës, por edhe po konsumojnë plotësisht ushqimet e pastra bio që prodhohen në komunat rreth e rrotull. Për zërin e Amerikës, nga komuna e Ishmit, Iliriana Golli, Durrës.